Dhjetra punonjës të kompanisë së sigurimit të Bankers Petroleum SHPSF Seriani janë ngritur në protestë paraditën e kësaj të martë, duke kërkuar zgjidhje urgjente për situatën e tyre ekonomike. Sipas protestuesve, prej 7 muajsh ata nuk kanë marrë pagat, duke e kthyer përditshmërinë e rreth 120 punonjësve aktual në një betejë të vështirë për mbjetesë. Punonjësit shprehen se kompania ka patur më parë rreth 380 punësuar, por përgjatë muajve të fundit janë kryer shkurtime të vazhdueshme, ndërsa ata që kanë betur ende në punë, po përballen me vonesa të gjata pagash, si dhe pasiguri totale për të ardhmen e tyre. Protestuesit deklarojnë se janë zhytur në borxhe dhe kredi pasi mungesa e pagave u ka lënë pamundësinë për të përballuar shpenzimet bazike familjare. Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga drejtuesit e kompanisë dhe institucionet përgjegjëse, duke theksuar se puna e tyre vazhdon, por pasi garanci financiare. Luajmë pronat e Bankersit. Kemi 7 muaj pa na xhiruar lekët e pagave kompania Bankers. Për të tjerët, për punonjësit e tjerë, për operator, për mekanik, për të gjithë ka lek, për neve s'ka. Njëkohësisht jemi vënë ndjeni edhe nga rrjetet sociale që këta kanë hapur llogari të dyshimta jashtë shtetit, me ato para i marrin për vete, nuk e di se çfarë bëjnë, çfarë shlyen i çojnë kin, neve pa rroga. Ne sot aktualisht jemi 120 punonjës, kemi qenë 380 punonjës, në janar u bën shkurtimet, po ata që ashtu janë larguar përfitojnë asistencën sepse u shkurtua vendi punës. S'kemi lek, do t'u japim, na gënjejnë, na mashtrojnë, do t'i xhirojmë muajin tjetër, do t'i xhirojmë për 20 ditë. Aktualisht kemi ardhur deri sot sepse na kanë premtuar që deri në datën 10 do xhirojmë lekët. S'kan xhiruar lekët, erdhëm këtu në protestë. Ne do vazhdojmë protestën ditë për ditë derisa ata na xhirojnë lekët. Turni një turn atje punën do ta vazhdojmë, njëri turn do rim punë. Turnet e tjera që dalin pushim do vinë të bëjmë protestën këtu. Kërkojmë ndihmë nga shteti, po dhe shteti më duket mua sikur është i pafuqishëm se shteti ka borxhe vetë këta. Akoma nuk kanë xhiruar lek. Kështu që jemi mbledhur këtu dhe do mbledhemi javë për javë derisa këta lëvizin. Po çfarë të bëjmë me borxhe? Kemi kalamajt shkollë, jemi tërë të kremur për banka. Me kredi jemi të gjithë, si të gjithë shqiptarët. Kemi kalamajt shkollë, duan lek për shkollë kalamajt. Nuk e di tash media. Deri më sot, dhe erdhëm, domethënë sot që u paraqitëm këtu, kemi humbur shpresë. Po do t'i përdorim në momentin, domethënë, pas këtyre do vazhdojmë edhe proceset ligjore të gjitha. Për punonjësit, për kompaninë Bankers, neve apeli që kemi, duam lekët, duam pagat. Jemi 7 muaj, s'kemi më tani, domethënë edhe familjarët edhe të tjerë që na kanë huazuar paga, na kanë huazuar lek. S'kan mundësi dhe ata të na mbajnë më me borxhe. U kam 10 vite që punoj te kjo firmë. Është hera e parë që na ndodh ky problem dhe jam dhe banori i kësaj zone që ne kemi dhe gazin aty që është herë e keqe shumë, nuk e durojmë dot. Prandaj edhe ju si gazetare, u jemi drejtuar dikur që keni ardhur dhe keni parë gjendjen, por sot është akoma më vështirë gjendja, se fëmijët unë i kam në shkollë. Jam vetë që punoj vetë forcë punëtore dhe jam kredo dhe në borxhe. Kemi 7 muaj pa marrë lekët. Çfarë mund të themi më? Një familjar 7 muaj pa marrë rrogën, fëmijët në shkollë, vetë me tension dhe me zemër. Si do të gjejmë do ilaçe? Kush më jep? Kush ndihmon? Shteti çdo merr masa. Asistencat ande nuk na japin për çdo gjë. Çfarë do themi ne më? Rrugë cop. Po si mund të rrojmë me një asistencë? Kur këta të Bankersit e kanë për detyrë të na japin ne atje erën e gazit. Kemi bërë edhe protesta më përpara. S'na kanë bërë, asnjë s'na kanë dhënë. Jemi pa paga 7 muaj, punën po e bëjmë ashtu si na kërkon rregulloria dhe nuk do ta braktisim. Po edhe ne duam lekët tona. Ne nuk po përballemi dot. Jemi të gjithë me kredi, me fëmijë, me borxhe. Marrim njëri tjetrit, po derisa do arrijmë kështu ne. Do na ndihmoj kush pastaj. Në çdo muaj në datën 10 presim ne pa s'ka lek. U bën 7 muaj ne jemi pa para. Edhe s'kemi ku të përballemi. Apelion e pagën ton kërkojmë. Ashtu si bëjmë punën, duam dhe parat tona. Neve gjithmonë shpresojmë për pagat tona, shpresojmë. Sa të bëjmë, të rrim pa. Se braktisim dot se kemi 12 vjet atje. Na vjen keq se bëjmë punën. Kush merr pagat si ka mundsi.
Kjo është protesta e 4 brenda 7 muajve, çka sipas tyre tregon se situata nuk ka marrë asnjëherë asnjë zgjidhje konkrete. Përballë kësaj situate, protestuesit paralajmërojnë se do të vazhdojnë protestën e tyre paralelisht me punën deri në momentin kur problematika e tyre të marrë një zgjidhje përfundimtare. Ata theksojnë po ashtu se kërkesa e tyre është e drejtë dhe legjitime, pagesa e pagave të prapambetura dhe e siguri për të ardhmen e punësimit.